Sezoni turistik 2026 ka nisur me pritshmëri të larta për baret, restorantet dhe strukturat akomoduese, por sipas ekspertëve, javët e para të sezonit nuk kanë sjellë ritmin e parashikuar. Kreu i shoqatës së operatorëve turistik për Sarandën, Arben Çipa, thotë se ditët e para të korrikut kanë shënuar një rritje të lehtë të vizitorëve, duke krijuar pritshmëri për një përmirësim të situatës, e cila sipas tij nuk paraqitet shumë e mirë deri në këtë moment. Në krahasim me vitin e kaluar, në këtë periudhë, pra ka një ndryshim të 3 ditëve të fundit ose 5 ditëve të fundit, nga fillimi i korrikut, ka një ndryshim i cili duket pozitiv në numrat e vizitorëve, po në çdo rast edhe në periudhat kur ka qenë periudhë jo premtuese siç është tash, korriku, gushti janë muajt e pikut të sezonit dhe gjithmonë rritja vjen ose në një formë ose në një formë tjetër, rritja është shumë herë më e lartë dhe padyshim edhe konsumi është më i lartë. Duam të besojmë se ky sezon do të jetë sezon i mirë, por jo në pritshmëritë të cilat ne kemi pasur para se të fillonte sezoni. Urojmë të jemi në nivelin e vitit të kaluar deri në fund sezonit dhe kjo përsëri do të jetë premtuese dhe me optimizëm le të themi për një dimër i cili vjen pas sezonit verës. Ndërkohë, shifrat e Instat për vitin 2025 tregojnë se në qershor në Shqipëri u regjistruan rreth 2.26 milion hyrje, ndërsa në korrik 2.663.000 hyrje të shtetasve shqiptar e të huaj. Eksperti i turizmit Luan Dervishaj vlerëson se analiza e sezonit nuk mund të mbështetet vetëm tek hyrjet në kufi, por edhe te shfrytëzimi real i strukturave akomoduese dhe të dhënat për turistët që qëndrojnë në vend. Gjykime pa u bazuar në dhëna ose në vërtetime. Pra normalisht analiza që mund të japin një indikacion më të qartë është shfrytëzimi, vërtimet që mund të realizohen me shfrytëzimin e kapacitetit të hoteleve. Faktikisht një vërtim të tillë e organizon Instati, por ndoshta metodologjia, numri i bizneseve të përzgjedhura, lloji i tyre, raportimi lënë mendoj unë që nuk arrin të reflektojnë të dhënat e realitetit në përgjithësi, vazhdimisht dalin me shifra për te realitetit, me rritje gjatë gjithë vitit, të 2-3 viteve të fundit të shfrytëzimit akomodimit hoteleve që ndoshta nuk korrespondon me realitetin. Teksa sezoni turistik vijon, operatorët presin që fluksi i turistëve të rritet gjatë javëve në vazhdim.